bo punën heq nuk është në rregull. Ama nëse i gabu të e bo punën me muje shumë mirë. Faktikisht. Për çfarë arsye, ekipa jam një shumë të lirë me ardhë me dhon ideja. E din që çdo ide analizohet, edhe nëse ja vlen pak, patjetër që kanë provu. Edhe ata njihen asnjë shumë mirë, ose i kanë dur të lira për shkak me bodhe diçka, hiç mos më ardhe fol me mua. Okej, bëje. Komunikimi është gjithmonë më ka dukur një punë shumë interesante. E kam synu si profesion, po jo në mënyrë kategorike, me thonë, po me qenë në komunikim edhe pikë. Ka rrjedh më ndej pak spontanisht, pak qëllimshëm. Ka të ka ndiku mas shumë ti me qenë ka që përkushtume dhe ka që qetë në anën tjetër? S'kom pas asnjëherë stres gjatë punës, gjatë përditshmërisë, ndërsa për persona që kanë staf që menaxhojnë, unë normali kisha thënë veç trajtoj që shki me trajtu shefi jot, se krejt e kemi ka një shef nalt. Edhe CEO-ja edhe krejt. Me majt një raport të relaksum mes punojnësve edhe të nivel me lartë dhe një nivel me poshtë. Sponzorimet, donacionet, kontributi për komunitetin, është që ajo që na e bojna, me pas që të komunikim sa ma direkt me ata. Aty e japim shpirtin.